çfarë fshihet pas ndarjes së Nedës dhe Ogrenit? Fundi i papritur i çiftit më të dashur të Big Brother Albania. Pas një dekade martesë, Neda dhe Ogren Balluku i kanë dhënë fund zyrtarisht bashkëjetesës së tyre. Lajmi është bërë publik pasi çështja është regjistruar në gjykatë, ndërsa vetë Neda ka konfirmuar ndarjen, duke kërkuar që kjo periudhë të trajtohet me respekt dhe privatësi. Çifti u njoh në vitin 2010, gjatë spektaklit Big Brother Albania, ku historia e tyre e dashurisë tërhoqi shumë vëmendje. 4 vite më vonë, ata kurorëzuan lidhje me martesë, nga e cila kanë 3 fëmijë, 2 djem, Serge dhe Zai, dhe një vajzë, Suzie. Sipas burimeve gjyqësore, kërkesa për divorc është regjistruar me numër 17084, ndërsa gjyqtarja Majlinda Doga është caktuar për shqyrtimin e çështjes. Mësohet se palët kanë arritur një marrëveshje miqësore, që përcakton ndarjen e detyrimeve dhe përgjegjësive prindërore, duke shmangur një proces konfliktual. Në një intervistë për mediat, Neda pranoi se lajmet janë të vërteta dhe se prej kohësh marrëdhënia nuk ka qenë e shëndetshme. Prej shumë vitesh raporti ynë nuk funksiononte si më parë. Prej disa kohësh jetojmë të ndarë. Kjo është gjithçka që dua të them, sepse prioriteti im i vetëm janë fëmijët, u shpreh ajo. Edhe pse në të kaluarën çifti ishte cilësuar si një ndër historitë më të qëndrueshme të showbizit shqiptar, duket se për ta ka ardhur momenti i një kapitulli të ri, të ndarë por me mirëkuptim. Në intervistat e dikurshme, Neda e kishte përshkruar dashurinë e tyre si një kombinim fati dhe përkushtimi të përditshëm, por tashmë, rrugët e tyre kanë marrë drejtime të ndryshme.